të atyre, datë lindjes së Zotit të atyre të djelit dhe datë lindjes së Zotit të atinve të korove. Për këtë arsye Allah i dashur musliman, tregojnë historian dhe thoj, romakët përderisa e besojshin djelit dhe e festojshin datë lindjen e djelit këtë datë, sa kur kalun dhe o banën politeista, ato filluan me festu datë lindjen e djelit edhe mëtej, sa kur u banën krishterët romak, sa filluan dhe vazhtuan këtë datë lindje me festu, vetëm janë ndrun emnin dhe thënë, do të festoj datë lindje në Isait a.s. Pra kjo datë lindje, kjo datë nuk është e vërtetë se në këtë datë është datë lindje e Isait a.s. Argument tjetër prej argumenteve të cilët na i kanë sjell neve historia dhe na vërteton se kjo datë nuk është data të cilët e kanë festu apo data e lindjes së Isait a.s. Po kjo datë a faktikisht datën të cilët e kanë festu politeistët lindjen e diellit, do me thonë datë lindja e Zotit të diellit si pas atyre, me kalimin në krishterizëm, pasi që u bon romakët krishterë sa vazhduan këtë kremtim dhe këtë datë lindje, edhe pa vetëm me ndryshimin e emnit, pa arsye thot se kalendari i cili a 2003, ki kalendar atua dëshmon për lindjen e Isait a.s. sa nuk është e vërtet, për arsye se këtë kalendar e ka përpilu dhe e ka formu një njeri që i kanë thonë Julius e Shemsi, a i cili e ka dhuru djelit, e ka përpilu këtë kalendar, e cili është i përbom me 365 dit, edhe me 12 muj, edhe ki është ki njeri cili ka depërtu të romakët, apo në vitin 46, ki kalendar a morën akon i pranum dhe të romakët. Do me thonë, ke këtë kalendar, kjo datë lindje nuk është e Isait a.s. Po këta e ka përpilu dhe e ka shpiki njeri dhe i ka dojt mujt edhe stine si pas djelit, edhe kjo është datën të cilën aj e ka përpilu, atë ditë që e ka përpilu këtë datë, edhe mëtej e kanë vazhdu kremtimin dhe besimin e nuk ka të boja as pak me Isait a.s. Për këtë arsye thoj, romakët pasi që kalun krishter edhe u banën krishter, sa atërë një njeri që e kanë qujt Nikolas, edhe fillimisht ata e kanë bo si simbol i cili ju ka sjellën, i ka prun paka apo dhurata fëmijëve, sa pas kalimit një kohë, sa pasi që u banën krishter, e ndrun këtë Nikolas edhe e murën njanin i cili ishte prift i atinve, e kishe emni Noaj, edhe ki është që i thojnë na Baba Dimri, i cili e ka mjekrën e gjatë, kja faktikisht simbol i prifve, i krishterve, për arsye se thakë, masi na e ndrum dinin tonë, masi na sot u banëm krishter, edhe simboli jonë, aj majmodhi jonë, a prifti jonë, pa e lom Nikolas, e vojnë këtë Novej, i cili sot njifët të musliman për njeris, ta shti i thojnë Baba Dimri, edhe ata babe kanë bon, edhe ata në gjenistin dimnit atia kanë zonë, edhe i kanë thonë Baba Dimri, sa s'ka të bojt Baba Dimri me të vërtetën. Një anketim në vitin 1986, që e ka bon një kanal Amerikan, është për të qudit me këto pralla, për arsye se na, deri gje kena mendu se këto janë pralla, që janë mashtru me to, i kanë mashtru vetëm fëmijët, mirë po sot, a bo prall edhe të mëdhejve, pa ata në vitin 1986, një anketim që e ka bon një kanal i Amerikanve, i kanë pyet njerëz e rritur, çka mendoni për realitetin e Baba Dimrit, ndëgjo Allah i dashur musliman, ndëgjo se ajo bot ku jeton, ajo bot jeton në për ondra, se ti e lakmon atave, që është e feston me ta, 90% prej këti anketimi që a bo, në përmer këti kanal përfundim dhe besoj, se Baba Dimri është që jeton me bashkotën e ti në polin e Veriut, në shtetet e Skandinavit, a gje e kanë një fabrik të madhe, a i bashk me bashkotën e ti, a i kujdeset mrena një viti, prodhon paketa dhe dhurata për fëmijë, ta ko të vene kjo da, me 25 vjetar, hipin me një soj, këtë soj e tërheqin 8 kaproj,
ka thonë e tërheqin dhe kalojnë para në çdo shtëpie, edhe hinë çdo shtëpi, edhe ja çojnë paketit e vitit të ri. A faktikisht kuzhinë, ta prindet e atinve janë që janojnë fëmijëve në kuzhinë paketin e vitit të ri, ta kuqohen mëngjes, ta fëmijët binden se me të vërtet ki baba Dimri ka ardhur, edhe paketet neve në shpina i ka pru. Ma e çuditshme sa se baballat që ja kanë ble vet, ato vet ja kanë ble, ato vet në kuzhinë ja kanë lënë, kuqohen sa basoj, ban vaki ka ardhur, ban vaki ka ardhur. Kjo e njëllë të kur të regimi në Sradin Hoxhët, i cili jo kishin përmledh fëmijët për matë, edhe dënë mi largu fëmijët edhe i thot, kështu thot, i thot shkoni të filoni se kozi afer, atër e kejtë fëmijët ngasin vrapojnë të shku, edhe i shiqon ki thot dëm vaki ka për një me dhe kishkon masatinve. Kjo bota e ondrave që jetojnë sot krishtat, kjo bota e ondrave që sot jeton bota pa besim në Allah subhanahu wa ta'ala. E ta prej besimit atinve, prej gjithashtu e kanë një prejë, qka ka të bojë prejëdhin ato, a dinullah i dashë musliman ti, që para një jave ki shkun malë dhe prejëdhin fmive e ki pru shpet, apo ti që në duqan e ki pru me shi, apo aj që e ka qitë në pazar, apo aj që e ka ble fmive, apo dënë me ndëgju di shka, se qka thojnë ato për prejëdhin, ka thonë prejëdhin, Ashtë një pish apo një pem, e cila ta ven në fakën pragin tën, ta ban në fakën dhe ta ban vitin e lumëtën për gjithmon, ta për ata e gjegin këtë pret, qka të ngele pe ki predhit e ruj, parartije se ki predhi ashtë ja ban në fakën, ki ashtë i tije nëse ki me pëmartu të martar, ki arti që gëntone që salipin ja bjen kismetin të dera. Allah i dashë musliman, me meti për bledh mu martu, pas e dikun mu martu. Po ki bledh atu, qka ka të boje me botën e krishterve, a din se ki bledh pika ka atë, pa ata historiant në vërtetoj dhe në tregoj. Nëse e hap enciklopetin britaneze në vëllimin 30 dit, Faqja 284 qka thot, ka thonë sa i përket bredhit, ka thonë popujt e më parë, popujt e parë të tjirët, e kam pas si simbol të lumëturis këtë dunja, kanë qenë Firaunët, edhe Kines edhe Hebrejnë, Kines dhe Firaun, Ferajna, janë konë parë të tjirët, bredhin e kam pas si shenjë, simboli të jetës së lumëtën këtë dunja. Pa pas kalimit kohë, apo pasi që bota Evropës kaloj dhe u bon i dhujtar, sa kur u bon Evropian i dhujtar, u bon Evropian i dhujtar, sa filluan predhin me qmu ma shumë se sa e meritar, deri sa ata e dalojshin prej kejt peme dhe thoshin, se nëse predhi anë diqen e premtimit apo besimit me një dhomë, thoshin kështo, nëse predhi ashtë në një dhomë ku bestohet datë lindja e Krishtit, datë lindja do me thonë, fillimisht të lindjes e djelit, ka thonë, predhi ashtë shkak që e përzen shejtanin me hinat shpit. Ta predhi ashtë shkak që e përzen shejtanin me hinat shpit. Pastaj, këtë predh deri në shekullin 16, e kanë